SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze ka goditur një rrjet të madh kriminal që merrej me trafik ndërkombëtar droge dhe që drejtohej nga shqiptar. Në një konferencë të përbashkët për media të mbajtur në Tiranë, SPAK dhe prokuroria finlandeze dhanë detaje për operacionin e përbashkët, i cili është rezultati i një hetimi të nisur 2 vite më parë. Prokurori finlandez deklaroi se grupi kriminal shqiptar trafikonte drogë nga Olanda dhe Spanja drejt Finlandës. Gjatë aksioneve të zhvilluara në kuadër të këtij hetimi, janë sekuestruar rreth 300 kg drogë, konkretisht 170 kg amfetamin, 10 kg kokain dhe 100 kg kanabis, ndërsa janë arrestuar 9 persona dhe 2 të tjerë janë në kërkim. Prokurori i SPAK Alfred Sheu tha se janë lëshuar 11 masa sigurie, 9 prej cilëve janë ekzekutuar në vendin tonë. Shkëmbimi i informacionit nga autoritetet finlandeze ka qenë pa ndërprerje. Në përfundim të këtyre veprimeve, u arrit edhe përcaktimi i ditës së aksionit se kur do të bëhej goditja, në marrëveshje me përfaqësuesit e autoriteteve finlandeze. Nga ana e SPAK gjatë majit është dërguar kërkesa për caktim mase sigurimi për 11 persona nga GKKO. U vendos sot në dakordsi edhe të autoriteteve finlandeze, pasi në këtë aksion kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të policisë finlandeze. Si rezultat i veprimeve të shpejta, u bë mundur zbatimi i masës së sigurimit deri më tani i 9 personave, po vazhdon puna për të bërë të mundur edhe arrestimin e 2 personave të tjerë. Gjatë zbatimit të masave të sigurimit, janë sekuestruar disa automjete, konkretisht 8 telefona celular dhe shumë dokumente, ku një pjesë konsiderohen me vlerë për hetimin, pasi janë në gjuhën finlandeze dhe ka të dhëna me aktivitetin kriminal të personave. Do të vazhdojmë edhe hetimin pasuror për personat e identifikuar, u shpreh Shehu.